Pasaporta e Kosovës renditet e 62 në botë në listën tradicionale Pasaporta Henley, i cila thotë se sipas të dhënave nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror, ajo lejon hyrjen pa viza në 81 vende të botës. Singapori është në vendin e parë me hyrje të lirë në 193 vende. Korea e Jugut është në vendin e dytë, qytetarët e secilës mund të udhtojnë në 190 vende pa viza. Japonia e treta me 189 vende, Slovenia dhe Hungaria në vendin e 6 në pasaporta që lejojnë hyrjen pa viza në 185 vende. Kroacia është e shtata. Në rajon, Shqipëria renditet e 46 me 122 vende, ku mund të udhtohet pa viza. Malizi dhe Maqedonia e Veriut janë në vendin e 41, 129 vende, Bosnia-Hercegovina 45 dhe Serbia 35. I fundit në listën e pasaportave Henley renditet Afganistani me pasaporta të cilit mund të hyjnë vetëm në 24 vende pa vizë. Kujtojmë, sipas këtij indeksi, Kosova në vitin 2021 renditej në pozitën e 108 në botë. Indeksi i pasaportave Henley është renditja origjinale të gjitha pasaportave të botës, sipas numrit të destinacioneve që mbajtësit e tyre mund të hyjnë pa viza paraprake. Indeksi përfshin 199 pasaporta dhe 227 destinacione udhëtimi.